Gjykata e Lezhës ka dënuar me 17 vite 8 muaj burg në total 3 persona të marrë të pandehur në lidhje me kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Kashnjetit, mes të cilëve edhe vëllai ish deputetit Partisë Socialiste Eduard Ndreca. Armando Ndreca u gjet fajtor për kryen e veprave penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike dhe u dënua me 4 vite 4 muaj burg. Ndërsa për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Lirim Bulica e shpallit pafajshëm. Po ashtu, 2 persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, Elvis Shpellzaj dhe Armel Nikdukaj, u dënuan me nga 6 vite 8 muaj burg secili për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, si dhe vjedhja e energjisë elektrike ose impulseve telefonike. Të 3 personat përfituan lehtësira nga gjykimi i shkurtuar dhe bashkimi i dënimeve. Ata u arrestuan nga policia e Lezhës në muajin prill të vitit 2024, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur një stan për kultivimin e drogës. Nga ky ambient u sekuestruan 2973 bimë narkotike, disa prej tyre fidan të gatshëm për të kultivuar në tokë. Një sasi lëndë narkotike kanabis, 50 llampa, pajisje ventilimi, sende të tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie kriminale, si dhe 3 aparate celular. Goditja e këtij rasti të kultivimit të bimëve narkotike erdhi pas informacioneve të siguruara në rrugë operative nga policia e Lezhës në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, e cila finalizoi operacionin.